Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi Belinda Ballukun dhe se cili do të jetë fati i saj, teksa kryeministri Edi Rama ka bërë një lëvizje të tillë duke thënë se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për ta zgjedhur këtë ngërç pas vendimit të gjykatës së posaçme, e cila kërkoi pezullimin ose më saktë caktoi pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Por çfarë pritet të ndodh tashmë me zëvendës kryeministren, por edhe me vetë kryeministrin Edi Rama, qoftë në aspektin politik, por edhe juridik, sidomos ne kemi të ftuar avokatin e njohur Alban Duraj. Zoti Duraj, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Zoti Duraj, gjykata e posaçme vendosi pezullimin ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe kjo e fundit menjëherë zhvilloi një takim për 7 orësh ditën e djeshme në kryeministri me kryeministrin Edi Rama. Çfarë ka ndodhur që nga vendimi i gjykatës posaçme së bashku me takimin Rama Balluku në kryeministri, dhe cila është procedura e mëtejshme që ndiqet në këtë rast sa i përket pjesës së raportit të drejtësisë me pushtetin ekzekutiv? Është e paprecedent, pra përderisa ne kemi një vendim gjykate, ndonse në gjykimin tim, për sa i përket pjesës së ndalimit, pra masë shtrënguese lidhur me ndalimin jashtë shtetit, mendoj që organi akuzës duhet i drejtojë Këshillit të Mandateve pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë në mënyrë që të merrte autorizimin dhe pastaj t'i drejtojë gjykatës në mënyrë që t'i hiqej imuniteti zonjës Balluku dhe pastaj të merrte vendimarrjen për sa i përket ndalimit jashtë shtetit. Pra, unë kam një mendim ndryshe, sepse aty kemi të bëjmë me kufizimin e lirisë, ndërsa për sa i përket pezullimit nga shërbimi publik, kjo nuk ka lidhje fare, sepse kjo vendimarrje ka qenë në kuadrin e detyrës së zëvendës kryeministrit dhe ministrit të energjetikës dhe infrastrukturës. Pra janë dy detyra të ndryshme, të cilat janë të pavarura nga njëra tjetra, dhe në këtë kuptim gjykata ka vendosur drejt. Ajo që mua më bëri përshtypje dhe që këtu jemi përpara një paralele, pra nëse do të marrim faktin e 21 janarit në të cilin kryeministri mbajti në atë periudhë gjithë gardisët i mbajti në godinën e tij për gati 3 ditë, zoti Rama mbajti zonjën Balluku për gati 7 orë në zyrën e tij në kryeministri. Dhe kjo është një formë presioni ndaj pushtetit gjyqësor, ndaj prokurorisë së posaçme, por ndaj vetë gjyqtarit i cili nesër do të verifikojë masën e sigurimit personal, pra masën lidhur me pezullimin, por edhe me masën e sigurimit personal për zonjën Balluku dhe për 2 zyrtarë të tjerë. Kështu që edhe kjo deklaratë e sotme e zotit Rama lidhur me komunikimin që kishte me mediat, ai u shpreh se do ta çonte në gjykatë kushtetuese këtë çështje dhe doli hapur në mbrojtje të zonjës Balluku, fakt të cilin ai nuk e ka, pra një sjellje të cilin nuk e ka pasur herë tjetër. Pra, do ndalemi tek më falni një moment, do ndalemi tek pjesa e deklaratës së sotme të kryeministrit Edi Rama, po të merremi pak me pjesën e takimit për 7 orësh në kryeministri mes Ballukut dhe kryeministrit Edi Rama. Ju si njeri i drejtësisë, si shikoni këtë takim? A nevojiten kaq shumë orë për të diskutuar një aspekt të tillë të raportit të drejtësisë me ekzekutivin dhe në këtë rast mes gjykatës së posaçme dhe Belinda Ballukut, teksa në këtë takim u bashkua edhe ish-ministri i drejtësisë Ulsi Maja me shumë gjas për të marrë një mendim juridik? Unë nuk e besoj që ky takim u bë për të diskutuar rreth strategjisë së mbrojtjes, sepse ajo i takon përfaqësuesit ligjor. Pra, në rastin konkret kemi zonjën Balluku e cila mbrojt nga motra e saj, avokate, por më tepër ky takim në kryeministri tregon një shfaqje
të kryeministrit për t'i dhënë mbështetje zonjës Balluku në publik. Dhe po të kalojmë në të kaluarën, po të bëjmë një paralele rreth vizitës së zotit Berisha një ditë përpara vendimarrjes së gjykatës së lartë për zotin Meta, ku ai shkoi për vizitë zotit Meta dhe në dalje kishte thirrur dhe Meta dhe dha një deklaratë që kishte ngrënë lepur për darkë, mos gaboj, sepse kishte qenë në darkë përpara vendimarrjes. Dhe kjo është e shpjegueshme, pra në politik, gjua e trupit apo show publik që bëjnë politikanët është një mesazh në vetvete. Pra nuk është një mesazh që zoti Rama, kryeministri, do t'i japi prokurorit të çështjes, do t'i japi gjyqtarit të çështjes dhe do t'i japi edhe gjykatës së apelit, nëse çështja nesër nëse nuk do të ndryshojë, pra do lihet në fuqi kjo vendimarrje e cila është dhënë në mungesë, sepse nesër do bëhet një debat gjyqësor ku do ketë prova nga ana e përfaqësuese së zonjës Balluku apo më vetë ajo do jetë pjesëmarrëse apo jo, do ta shikojmë. Dhe nga ana ligjore është e mundshme edhe një revokim të vendimit që vetë gjyqtari ka marrë në mungesë. Kështu që vetë zoti Rama u shpreh që nuk do ta sharkonte zonjën Balluku dhe përpasoj ai i dha dhe një mbështetje tjetër me deklaratën tjetër që tha sa të jemur në kryeministër, zonja Balluku nuk do të shkarkohet, por edhe nuk do të arrestohet. Diçka e tillë, mos gaboj. Po. Sa i përket deklaratës së sotme të kryeministrit Edi Rama, të cilën e bëri krah komisionerës për zgjerimin Marta Kos, ju si e konsideroni këtë lëvizje të kryeministrit Edi Rama? Është një përpjekje për ta mbrojtur me çdo kusht Belinda Ballukun, apo është një lëvizje e tillë për të larë duart që të merret gjykata kushtetuese dhe vetë drejtësia me Ballukun? Ai fillimisht u shpreh që nuk komentonte edhe vendimet e gjykatës apo gjithë procesin e prokurorisë, hetimet, pra ai kishte një sjellje ndryshe, bie që faktikisht e ka treguar me përjashtim të asaj proteste që bëri pas arrestimit të zotit Veliaj dhe në publik ka sjell mesazhin që ai nuk ndikon dhe nuk ndryn tek çështjet e prokurorisë së posaçme, ndonse e ka bërë për gjyqtar të posaçëm, pra për gjyqtarët e gjykatës administrative lidhur me masat e sigurimit personal, me sigurimin padis për ndërtimet pa leje, por çështja e vërteta nuk ka atakuar prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme me vendimarrjet e tyre. Ky është rast i pa precedent, pra rast i parë që zoti Rama në publik tregon një mbrojtje të hapur për zonjën Balluku. Ai nuk ka bërë as në kohën, pra edhe në momentin që shkoi zoti Tahiri përpara se të hiqej imuniteti, ai tregoi në publik që nuk ka mbështetjen e tij, u pa në publik që nuk e shkarkoi menjëherë nga detyra, nuk bëri komunikim apo takime publike. E njëjta gjë ndodhi edhe me zotin Ahmetaj, e njëjta gjë edhe me zotin Beqaj. Kështu që kemi një sër ministrash apo ish zonës kryeministrash, sepse ata faktikisht në momentin që ju komunikuan akuzat apo do t'i komunikoheshin akuzat, zoti Rama ose i ka shkarkuar ose ata kanë dhënë dorëheqjen. Ndërsa ky është rasti i vetëm që zoti Rama po tregon një rezistencë të plotë ndaj prokurorisë së posaçme, ndaj gjykatës dhe për më tepër e ka bërë të komunikim publik edhe përpara faktorit ndërkombëtar, përpara Bashkimit Evropian, përpara liderave të rajonit. Pra ky është një rast i pa precedent që një kryeministër në botën demokratike del edhe mbron
një antare të kabinetit të tij apo zëvendëse të tij në raport me procesin gjyqësor, me hetimin e prokurisë së posaçme apo edhe vendimarrjen që ka marrë gjykata. Kështu që do të shikojmë se si do të sillet, pra nëse prokuroria dhe gjykata do të lëvizin nga pozicioni që kanë treguar deri tani apo jo, pra kjo sjellje do të ketë impakt negativ tek vendimarrja e gjykatës. Nesër do ta shikojmë se cila do të jetë ajo, por natyrisht edhe gjykata e apelit është për të parë, pra nëse do të ndryshojë vendimi i gjykatës shkallës parë apo jo, dhe po do vim tek praktika, ka qenë rasti i kryetarit të Komisionit Prokurimit Publik, i cili u rikthye në punë, pra ju hoq masa e pezullimit nga detyra nga gjykata e apelit të kundër krimeve të rënda dhe korrupsionit. Kështu që presim se çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Po. Kryeministri Edi Rama deklaroi se kjo është një ndërhyrje e pushtetit gjyqësor në pushtetin ekzekutiv dhe tha se nuk ka asnjë rast që gjykata të ketë caktuar mas pezullimi të detyrës së një funksionari publik, ndërkohë që me një kërkim të thjeshtë dalin shumë raste nga Europa deri në Amerikën Latine. Në këtë rast, a mund na shpjegoni në aspektin ligjor qoftë masën që ka ndërmarrë gjykata e posaçme dhe nenin përkatës që parashikoni gjë të tillë, ndryshe nga sa është ndjekur më parë sa i përket kërkesës për heqjen e imunitetit dhe më pas caktimin e masës së sigurisë ndaj një funksionari publik? Ndoshta zoti Rama këtu ka të drejtë, sepse në vendet e tjera nëse një ministër apo një zëvendës kryeministër përflitet për korrupsion, pra me prova të cilat janë të tërtorta, ai më njëherë do japi dorëheqjen ose do të shkarkohet nga detyra. Kështu që për të ka të drejtë që në botës që një zëvendës kryeministër dhe ministër i akuzuar apo i aluduar, sepse ne kemi parë me qindra raste që media i ka bërë publike dhe zoti Rama nuk ka reaguar qoftë edhe me komunikime e tjera me radhë, madje ka qenë i mendimit që drejtësia ka punën e tij ndërsa ai ka punën e vet. Kështu që kjo është e vërtetë që ndoshta nuk ka, por nëse i referohemi kodit të procedurës penale dhe konkretisht unë dua që ta citoj nenin 240 të këtij ligji apo të këtij kodi, e cila sankcionon se cilat janë apo parashikon se cilat janë llojet e masave ndaluese dhe ky nen përcakton se masa ndaluese janë a pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, ndalimi i përkohshëm i ushtrimit të veprimtarisë së caktuar profesionale ose aparise është paragrafi 2. Pra, paragrafi i parë ka të bëjë me pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimit publik. Kjo si mas është marrë ndaj zonjës Balluku në cilësinë e zëvendës kryeministres dhe ministres së energjetikës dhe infrastrukturës, pra nuk kemi pezullim për sa i përket aktivitetit si deputete dhe prokurori këtu mendoj e ka marrë këtë në kuadrin e procedimit penal, pra mund të ketë disa procedime penale, por të që kemi marrë vesh publik, pra komunikimin e akuzës për sa i përket tunelit të Llogaras, pra mendoj që është për këtë shkak në mënyrë që zonja Balluku mos të ushtrojë pushtetin e saj lidhur me manipulimin e provave, me manipulimin e dëshmitarëve apo edhe me vepra të tjera apo veprimtari të tjera të cilat do të cënonin hetimin apo gjykimin, sepse kjo është një çështje e cila është ende në hetim, ndonse ju komunikua akuza, ka të drejtë sipas ligjit procedural penal që brenda një afati 10 ditor i pandeurit të depozitojë pranë organit të akuzës një memo shpjeguese, provat e tij lidhur me kundërshtitë e tij për akuzën. Pra, duhet parë, po me çfarë kam kuptuar, ajo pra zonja Balluku në mënyrë kategorike i refuzon akuzat nga ana e organit të akuzës, sepse mund mbajë edhe qëndrim
si do të thotë ajo mund të jetë dakord me atë akuzë dhe mund të kërkojë që çështja të shkojë në gjyq. Tani shkojmë te neni 241 i Kodit Procedurës Penale, e cila sankcionon se cilat janë kushtet e zbatimit të masave ndaluese. Dhe ky nen sankcionon se masa ndaluese mund të zbatohen vetëm kur procedohet për vepra penale për të cilat ligji cakton dënim me burgim më të lartë në maksimum se 1 vit. Çka do të thotë, akuza për të cilën mund të merret kjo masë apo mund të kërkohet dhe që mund ta japi gjykata është për vepra të cilat dënohesh me 1 vit, pra 1 vit burgim minimalisht në për veprën që mund t'i komunikohet funksionarit publik. Pra minimalisht mund të jetë është 1 vit. Vim tek akuza për cilën zonja Balluku i është komunikuar, është për veprën penale të mos garantimit të barazisë në tendera, që është një vepër që dënohet nga 1 deri në 5 vite burg. Pra, për sa i përket kushteve, jemi për kushte të cilat kjo mas mund të jepet, pra masa ndaluese. Por kur pezullohet ushtrimi i një detyre publike, me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, gjykata i ndalon përkohësisht të pandehurit, përkohësisht ose pjesërisht veprimtaritë që lidhen me to. Dhe kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral, që do të thotë neni 242.2 e ka sankcionuar se kur kjo mas nuk ka efekt. Pra, zonja Balluku është një e zgjedhur nga zgjedhësit e saj, pra ka qenë në qarkun e Fierit kandidate e para në qarkun e Fierit, është zgjedhur si deputete, e ushtron të pra funksionin e deputetit, nuk cënohet nga kjo vendimarrje dhe përpasoj nuk ka asnjë lidhje me detyrën që ajo ushtronte në kabinetin e zotit Rama. Kështu që ajo qasje e zotit Rama që do ta çojë në kushtetuese, e para nuk ka mundësi ligjore dhe nuk ka një mjet ligjor që zoti Rama të shkojë dhe të godasi një vendimarrje të gjykatës së shkallës së parë për krimin e organizuar dhe korrupsionit, kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe të shkojë në gjykatë kushtetuese. E para njëherë është individi që synohet, që në rasti konkret është zonja Balluku që tërheq interes dhe ajo mund ta çojë në gjykatë kushtetuese, por do ta çojë vetëm pasi i ka ezauruar të gjitha shkallët e gjyqësorit, që do të thotë do të kalojë gjykata e apelit, nëse kjo mas ngjelet në fuqi, do shkojë në gjykatë të lartë dhe pastaj i lindet drejta që të shkojë në gjykatën kushtetuese dhe të konstatojë që ky pezullim është në kundërshtim me kushtetutën. Pra janë cënuar të drejta dhe liritë themelore kushtetuese. Pra me këtë argument mund të shkosh në gjykatën kushtetuese. Nuk mund të shkosh ti pa kaluar shkallët e gjyqësorit dhe shkon në kushtetuese dhe ku shkon? Shkon një palë që nuk tërheq fare interes. Kush është pala? Është Këshilli i Ministrave. Pra që do të thotë për sa i përket procedimit apo çështjes penale, ai nuk ka fare funksion. Pra nuk mund të shkojë dot Këshilli i Ministrave apo kryeministri dhe të godasë këtë vendimarrje në gjykatën kushtetuese. Është e pamundur nga ana ligjore dhe ka për të qenë e tillë, që do të thotë ky ndoshta zoti Rama nuk është këshilluar me këshilltarët e tij ligjor, nuk e di si e ka bërë këtë komunikim, ose ndoshta është një qasje e tij në bazë të njohurive që ai ka krijuar këto vite, ka krijuar një bagazh juridik ku mendon që mund të shkojë për të në gjykatën kushtetuese. Kështu që çështja është e hapur, që do të thotë duhet të shikojmë se çfarë do ndodhi nesër, është për të testuar gjyqtari i cili ka dhënë këtë vendim, natyrisht edhe prokurori i çështjes, pra ai ka pasur një presion të vazhdueshëm me çfarë lexoi unë nga gjithë ky komunikim i zotit Rama në publik. Një prokuror nuk mundet që le të themi të ketë një qasje të tillë nga
kryeministri dhe nga i pari i cili duhet të zbatoj parimin e kontrollit dhe balancës së pushteteve dhe përpasoj duhet që të paktën të eshte minimalisht duhet të kishte kërkuar dorëheqjen apo ta sharkonte zonjën Balluku, por të paktën mirë që se bëri shkarkimin, po të paktën mos të bënte të shfaqje në publik, e cila ka sjellë një impakt negativ edhe në publikun e gjerë edhe tek qytetarët që ndjekin gjithë çështjet që po zhvillohet. Po, do kalojmë edhe tek pjesa e ditës nesërme sa i përket procesit ndaj Belinda Ballukut, pra që nesër thirret nga gjykata e posaçme për të pyetur Belinda Balluku dhe të pandeurit e tjerë, por të mbetemi sërish tek gjykata e posaçme dhe caktimi i masës. Ju si mendoni caktimi i kësaj mase të pezullimit nga posti i zëvendës kryeministres është bërë që Belinda Balluku të mos prish provat, apo është thjesht një masë standarde që ndiqet në të tilla raste, ndryshe nga sa mund të ndiqej në një rast tjetër që mund të dërgohej kërkesa në kuvend për heqjen e imunitetit dhe më pas mund të procedohej me të? Atëherë kjo është një masë ndaluese, që do të thotë një zyrtar i cili ka konsumuar në bindjen e prokurorisë për edhe gjykata, sepse ata shikojnë prova të cilat i kanë në dosje dhe duke qenë se prova tregojnë pa e paragjykuar çështjen dhe pa e hyrë çështjes në themel, është një masë le të themi ndaluese, e cila është përcaktuar nga ligji, siç është masat ndaluese ajo e sigurimit personal, që do të thotë arresti me burg apo arresti i shtëpisë, ndalimi për dalje jashtë shtetit, detyrim, pra masa për të paraqitur në policinë gjyqësore, pra janë një sër masash, kjo është plotësuese për sa i përket funksionit, që janë dy gjëra, janë krejt të pavarura nga njëra tjetra. Këto lloj masash janë vetëm për zyrtarët publik, sepse kjo masë mund të merret dot për një qytetar i cili është një punëmarrës, le të them, në një kompani private dhe nuk ka ndonjë edhe vepra që ai mund të ketë kryer nuk ka lidhje fare me pozicionin e punës. Kurse këto vepra apo kjo vepër që zonja Balluku akuzohet ka lidhje kryeput me pozicionin e punës dhe ekziston rreziku që kjo zyrtare e nivelit të lartë mund të kryej vepra të tjera, që do të thotë mund të përsërisë të njëjtën gjë që ka bërë lidhur me tendra e tjera me radhë, natyrisht që mund të kryej edhe veprimtari të cilat do ta dëmtonin procesin e hetimit dhe procesin e gjykimit. Pra, duke mbartur të rrezik për shkak të pushtetit, pra është numri 2 i ekzekutivit, nuk është pak, ka ministrinë më të rëndësishme, pra duke vlerësuar gjitha këto rrethana në total, prokurori çështjes ka menduar që kjo paraqet rrezik edhe për hetimin, por edhe për gjykimin. Dhe ndaj ka menduar dhe ka çuar të kërkesën në gjykatë, gjë që është miratuar edhe nga ana e gjyqtarit. Kështu që jemi përpara këtij fakti, gjykata e ka dhënë vendimarrjen, pra e ka dhënë në mungesë në bazë të provave që ka sjell, mendoj që prova të tjera lidhur të paktën me masën e pezullimit nga detyra, zonja Balluku nuk ka se çfarë provash të sjelli, përveç se ajo mund të ketë një përvojë në ministrinë apo në menaxhimin e Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës, apo mund të ketë takime të tjera të cilat janë në kuadrin e integrimit në Bashkimin Evropian, apo qoftë takime ndërkombëtare, pra nuk e di se çfarë argumenti mund të sjelli, por me njerë më vinë në mendje, nëse do të isha mbrojtësi i saj, më vinë këto ide për sa i përket kësaj mase ndaluese. Pra ajo do të tregoj që pezullimi nga detyra i shkakton një dëm të madh Këshillit të Ministrave, pra mund marrë edhe prova nga kryeministri për sa i përket
qasjes që nëse zonja Balluku nuk do të jetë në këto detyra, ajo mund të sjellë një dëm të pariparueshëm për qeverinë, për Ministrinë e Energjetikës dhe për gjithë Këshillin e Ministrave. Në këtë rast, për ta bërë më të qartë për shikuesit, Belinda Balluku a shkon dot në zyrën e saj me këtë vendim dhe nëse nuk shkon dot, a ishte i palishëm fakti që zbarkoi në zyrën e kryeministrit Edi Rama? Në momentin që ajo ka shkuar në zyrë, ajo nuk ka shkuar në cilësinë e zëvendës kryeministres dhe ministres së energjetikës dhe infrastrukturës, sepse ajo mas bëhet ekzekutueshme pra nga momenti që është marrë kjo vendimarrje dhe i është komunikuar palës dhe kryeministrit, i cili ndaj të cilit ajo varet, pra së pari ka fuqi të menjëhershme kjo mas sigurimi, pra mas plotësuese apo mas ndaluese, siç është ajo e pezullimit nga detyra, por ajo aty nuk shkoi në një mbledhje qeverie, që do të diskutonte për çështje të saktuara, të cilat kishin lidhje me vendimarrjet e Këshillit të Ministrave, pra me VKM të cilat Këshilli i Ministrave ka të drejtë për të nxjerrë në kuadrin e të drejtave kushtetuese si këshill, ajo aty shkoi për një komunikim mes saj dhe zotit Rama. Kështu që nuk është ndonjë gjë, edhe pse kemi të bëjmë me një vendim gjyqësor që e pezullon nga detyra, nuk do të thotë që marrëdhënie private apo marrëdhënie shoqërore zonja Balluku nuk do të ketë. Pra, për sa i përket marrëdhënies, ajo mund të ketë edhe marrëdhënie pune në kuadrin e kryetarit të Partisë Socialiste dhe një deputete e cila është zgjedhur nga listat e Partisë Socialiste. Këshilli i Ministrave ka ndërmarrë një shkresë përmes të cilës kërkon shfuqizimin e vendimit të gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyra e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, derisa në këtë rast të shprehet kushtetuesja, pra që do të dërgojnë çështjen kushtetuese. A qëndron kjo shkresë apo është thjesht për konsum politik? Kjo është një shkresë e cila nuk ka asnjë bazë ligjore, pra unë them mendimin tim siç e mendoj unë, nuk është se këtë që them unë është absolute. Megjithatë ne do presim vendimarrjen e gjykatës kushtetuese, nuk legjitimohet Këshilli i Ministrave të godasë apo të çojë në gjykatën kushtetuese një vendimarrje të një gjykate më të ulët. Pra nuk mundet. Në të vetmen rast kur Këshilli i Ministrave mund të jetë palë në procesin kushtetues është në cilësinë e personit të interesuar, por gjithmonë në gjykatën kushtetuese, pasi janë ezauruar të treja shkallët e gjykimit dhe pasi kjo çështje është atakuar apo është kërkuar në gjykatën kushtetuese nga ana e zonjës Balluku. Vetëm në atë rast, Këshilli i Ministrave mund të jetë në cilësinë e personit të interesuar në këtë proces. Megjithatë, unë mendoj që këto janë inicime të kryeministit Rama për treguar që ai është në krah të zonjës Balluku, ose do të tregojë vërtet që është në krahun e saj sepse ajo ka të drejtë, ose e bën këtë për fasad, që do të thotë nga njëra anë mund t'i thotë asaj që shiko ke mbështetjen time, por në finale ai e di që çfarë rezultati do të ketë dhe çfarë vendimarrje do të ketë nga gjykata kushtetuese. A është ky një presion i hapur ndaj drejtësisë dhe nëse Edi Rama i merr ata persona që i intereson në mbrojtjen e tij, atëherë për çfarë krijua SPAK-u apo GKK-ja për të goditur korrupsionin në nivelet e larta? Kjo mbetet për të parë, sepse zoti Rama është i paparashikueshëm, që do të thotë në këtë rast duhet shikojmë në të ardhmen, sepse koha duhet t'i provojë të gjitha këto, le të themi, mendime që ne kemi për çështjen, jo mendime juridike, por mendime të një analize të sjelljes së zotit Rama dhe të zonjës Balluku. Kjo mund të jetë një formë presioni, por fakti që është krijuar SPAK-u dhe
gjykata e posaçme nuk do të thotë që nuk do të ndalohen presionet apo sjelljet të cilat cënojnë ligjin dhe abuzimin e zyrtarëve ndaj ligjit. Kështu që duhet të shikojmë se si do të reagojë edhe prokuroria e posaçme, se si do të reagojë gjykata lidhur me këtë sjellje të zotit Rama. Çdo gjë mbetet për të parë në vijim. Nesër në mëngjes në orën 9, gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka thirrur Belinda Ballukun dhe të pandehurit e tjerë për t'i marrë në pyetje, por edhe për verifikimin e kushteve dhe caktimin e masës së sigurisë. Ju si mendoni çfarë do ndodh ditën e nesme dhe çfarë parashikohet ligjërisht dhe cila do jetë ajo masë sigurie që mund të merret ndaj Belinda Ballukut? Unë besoj që kjo vendimarrje, pra duke qenë se është një vendimarrje e rëndësishme, jo se vendimarrjet e tjera nuk janë të rëndësishme, por kjo ka një karakter akoma më të rëndësishëm, sepse kemi të bëjmë me një zyrtar të nivelit lartë, me një zyrtar i cili ka një periudhë të gjatë në qeverisje dhe kontributin e vet me drejtjet e veta, pozitive apo negative, dhe natyrisht që edhe prokuroria e ka argumentuar kërkesën e vet, por besoj edhe gjykata duhet ta ketë analizuar dhe ta ketë peshuar mirë këtë si çështje apo si kazus. Megjithatë, është e hapur edhe mundësia që gjykata të ndryshojë mendimin gjatë ballafaqimit të provave të sjell nga zonja Balluku edhe argumentave të saj. Kështu që çdo gjë mbetet e hapur nga ana ligjore dhe ekziston mundësia që edhe kjo masë sigurimi të ndryshojë, që do të thotë një masë më e lehtë, sepse masë më të rëndë gjykata nuk mund të japi, më shumë se çka kërkuar prokurori për sa i përket masave ndaluese apo edhe masave të sigurimit personal. Kështu që unë besoj që 90% gjyqtari apo gjykata do t'i qëndrojë kësaj vendimarrje, megjithatë mbetet për të parë se çfarë do të ndodhi në vijim. Avokat, dhe i pyetje fundit, SPAK ka bastisur zyrat e Ministrisë së Financave për të marrë dokumentacionin që ka të bëjë me heqjen e gjobës prej 120 milion euro ndaj Bankës Petroleum. A mendoni se SPAK është duke goditur pikërisht në ato pika nevralgjike të ministrive të Edi Ramës? Unë besoj që prokuroria e posaçme nga data e fillimit të tij, pra kemi gati 5 vite që punon në kuadër të hetimeve të çështjeve për cilat ligji angarkon një gjë të tillë, ka punuar, por duhet të mirëkuptojmë sepse ata kanë një ngarkesë shumë të madhe, nuk kanë staf për sa i përket hetuesve të byros kombëtare të hetimit, por natyrisht edhe prokurorët e posaçëm janë të reduktuar në numër. Kështu që gjithë veprimtaria korruptive për 35 vite ne nuk mund të pretendojmë që të luftohet për një periudhë. Ne kemi shumë dëshirë dhe qëllim që ata zyrtarë që abuzojnë me detyrën dhe me pushtetin që sënojnë fondet publike apo buxhetin e shtetit të shkojnë përpara drejtësisë, sepse kjo sjell edhe ndikim negativ, pra korrupsioni ndikim negativ tek gjithë zhvillimi ekonomik dhe social të vendit tonë. Pra kemi qindra shqiptarë që janë larguar, një popullsi që është kurrur, dhe këtu të rinjt apo ata të cilët mund të jenë moshën tonë janë të pakët dhe po i sos edhe atyre durimi për të ikur nga ky vend. Kështu që mendoj që prokuroria duhet që të jetojë të gjitha këto raste, por mbi të gjitha duhet të sekuestrohen pasuritë. Nuk është çështja vetëm le të shkojmë, ne nuk, edhe unë dëshira ime nuk është të shkojnë njerëzit të shkojnë në burg, por ato përvetësime që janë bërë, para publike që janë përvetësuar, duhet i kthehen qytetarëve. Pra, menjëherë prokuroria do të vendosi sekuestrot për sa i përket pasurive të luajshme dhe të paluajshme, në mënyrë që mos kemi abuzim me tjetërsimin e pasurive. Sepse çfarë bëhet,
ta e dinë sa vite burg do bëjnë, i tjetërsojnë pasuritë ose i kalojnë në emra të tretëve dhe dalin me 3-4 vite burg, dalin në rregull sepse kanë siguruar brezllat dhe jo jetën e tyre. Zoti Duraj, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Ju falenderoj shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.